ka edhe probleme objektive. Ta zëmë, nëse supozohet që nëse mendohet një koalicion, marrëveshje e vetëvendosjes me njërën nga partitë opozitare është shumë të vështirë. Këte po them sepse thjesht është shumë të vështirë. Është të vështirë për një fakt thjesht. Do thotë tani jam duke folur për zgjedhjen e presidentit sepse zgjedhja e qeverisë dhe konstituimi i parlamentit nuk do duhet nuk do të ketë fare probleme, është formalitet do të thotë. Vetëvendosja do të ketë 62-3 mandate dhe do ta formojë qeverinë pa problem. Gjithashtu edhe konstituimi i parlamentit nuk paraqet problem. Por problemi është çështja e zgjedhjes së presidentit dhe ditëve të fundit ai problem është thellu. Ta zëm, kë nuk ka numra për të bërë... I ka vetë 7 deputet. 7 deputet. Do thot, përjashtohet. Nuk ka as LDK-ja pas ngjarjeve të fundit, pas zhvillimeve të fundit, nëse ka pas dilema, ne e kemi ditur, do të thotë që ka, janë dyrima brenda LDK-s, por tani u shpërfaqen. Dhe edhe kjo rrethon, edhe LDK-n e përjashton nga çfarë do marrëveshje me vetëvendosjen për zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Por nuk e përjashtoj mundësinë që edhe në